çfarë është ose çfarë është më mirë, le të bëjmë pyetjen, të japësh apo të marrësh? Si na mëson pikërisht këtë gjë, që është bekim të japësh se sa të marrësh. Kur ti merr diçka fizike, edhe mund të naqesh momentalisht, por neve siç e dim ne nuk mund na zgjidhin ne, asnjëherë, sepse gjithmonë do të kali një nevojë e re. Por kur neve japim, unë me këtë konkluzion kam arritur, me këtë lloj të menduari e të kuptuari jam në këto momente, mase jam gabim. Që ne bekohemi shpirtërisht. Edhe ajo që neve marrim në kthim nga dhënia është e shumë thjesht, sepse kemi një bekim, një lloj kënaqësie të brendshme shpirtërore që ne nuk e arrim dot ta shpjegojmë. Por dim këtë gjë që shpirti ynë kënaqet. Sepse nuk e di, e keni provuar vetë atë lloj kënaqësie, atë lloj plotësie që keni marrë kur keni ndihmuar dikë që është me të vërtet në nevojë. Se keni vënë re gjithashtu që kur dikush ju shtiret si që ka një problem të madh, edhe ti me dhenshuri i jep edhe ndihmon dhe në moment pak më vonë merr vesh që ose dëgjon që ai ishte i sinqert, e ka mënyrë mashtrimi, mënyrë jepe atë, shpirti jon ti ligështohesh. E keni vënë re sa shumë ligështohesh në ato momente, sepse e ke dhënë me gjithë shpirt, me gjithë zemër, edhe kur përdoresh në atë lloj forme ligështohesh. Por gjithashtu e keni vënë re që kur ndihmon dikë që është me të vërtet në nevojë, edhe është mirënjohës, por gjithashtu e shikon që ajo ndihma, bekimi që ti i ke dhënë në ato momente bën dhënt. E zgjidh hallin, e ndihmon atë ja zgjidh problemin atij njeriu. Pra, neve shikojmë pikërisht te ky mësim që shembulli i jetës së Palit është sepse Pali në jetë ishte dhënës, jo marrës. Po ta shikojmë që ai udhtoi nga një vend në një vend tjetër pikërisht për të ndihmuar, për të ndarë fjalën e Perëndisë. Dhe ajo çfarë është më interesante gjithashtu është fakti që Pali nuk pranoi ndihmë nga ata, ndihmë ekonomike. Ai bënte, për shembull në Efes, ai shpenzoi një kohë shumë të madhe, 3 vjet. Po të rrish 3 vjet me një vend, normalisht që të duhet një vend ku të flesh, ku të hashe, ku të pish, ku të ushqesh e gjitha me radhë. Pali përgatiste tenda, punonte, i shiste dhe me ato ushqej. Në asnjë moment nuk pranoi nga kisha, megjithse kisha e dinte shumë mirë kush ishte ai njeri dhe dëshironin që ta ndihmonin. Por ai nuk ja kërkoi, sepse nga ana biblike është detyrim i kishës, po themi detyrim moral, që ta ndihmoj bariun. Por ai në asnjë moment nuk e pranoi. Në momente të ndryshme, dëshira atyre ishte dhe ata e ndihmuan dhe dërguan, për shembull, kisha në Filipi, neve lexojmë te Filipianët, Pali i falenderon, i lartëson ata, faleminderit thotë që ju më keni ndihmuar, faleminderit që ju keni dërguar për mua. Ju ma freskuat shpirtin jo me anë materiale, por dëshira juaj, zemra juaj për të dhënë, më freskoi. Pse? Sepse ai i konsideronte si fëmijët e vet, edhe Pali e shpjegonte edhe thotë ju jeni bijtë e mi. Edhe ku ka kënaqësi më të madhe nga prindi kur shikon fëmin që vendos pikërisht ato gjëra në praktik, mësimet e mira, të moralshme. Dhe mre që Pali, nxjerr këtu vargjet. Disa vargje që marrim shembullin e Palit, që ai punonte,
ishte i ndershëm pa lakmi. Por ndërkohë që ishte ai vazhdonte që të predikonte ungjillin, ai vazhdonte që të jetonte një jetë që ishte e perëndishme. Edhe po ta vëmë re tek që ishin me vlerë. Por diçka të rëndësishme ai thot tek e para Salonikasve ose Thesalonikasve, thot sepse ju kujtohet o vëllezër mundimi dhe lodhja jon, duke punuar natë e ditë që të mos rëndonim askënd prej jush, ju predikuam ungjillin e Perëndisë. I vetmi detyrim që Pali kërkonte nga njerëzit, nga kisha, ishte që të respektonin ligjet e Zotit, që të respektonin ungjillin e Perëndisë. As bukën e dikujt nuk hangrëm pa pagesë, por me mund dhe lodhje duke punuar natë e ditë për të mos rënduar askënd prej jush. Dhe tek e para Korintasve, sepse po të shikojmë, Pali ndjek të njëjtën logjik. Ne kemi hequr dorë nga ky e drejtë dhe durojmë gjithçka që të mos i sjellim pengesë ungjillit të Krishtit. Pra, jemi plotësisht aty thot, por për të ndihmuar dhe për të ndarë ungjillin, kjo është kërkesa jote. Tani përsëri është që neve pyetja mbetet përsëri, a është bekim që ne të ofrojmë, të japim? Kjo është diçka, unë mendoj përsëri është diçka personale. Pse është personal? Sepse njeriu ka nevojë që të vijë në gjend në vetvete, që të kuptojë çfarë është e mira dhe çfarë është e vërtetë. Për shembull, ju kujtohet tek Luka kapitulli 15, djali plan prishës, ai djali që kërkoi të merrte gjithë pasurinë, iku, largua, e prishi e gjitha me radhë. Çfarë bëri pastaj? Erdhi në vet. Edhe për neve sot, ne duhet të vimë në vete të kuptojmë cili është vullneti i Perëndisë. Dhe vullneti i Perëndisë është që të marrim këto fjanë, këto vargje biblike dhe t'i vendosim në praktikë. Tani, është Jezusi, biri i Perëndisë, Perëndia në mish, thot është më shumë lëmturi, është me të vërtet bekim, thot, të japësh se sa të marrësh. Neve në marrëdhëniet tona është shumë e rëndësishme që neve të lejojmë të bekojmë njëri tjetrin. Çfarë do të thotë kjo? Ta bekojmë njëri tjetrin duke i bindur fjalës së Perëndisë, duke lejuar njëri tjetrin që të japë. Për shembull, ka disa, nëse keni parë dhe keni dëgjuar ose mund ta keni bërë dhe praktik, tek nëna tona, më përpara, në kohën e munizmit, shkonin dhe kërkonin tek njëra tjetra. Për shembull, ka nga ato komshin që nuk ishin mirë nga gjendja ekonomike. Edhe shkonin te dikush që i ndihmonte gjithmonë. Dhe ato nanat kanë qenë goxha të zgjuara sepse e dinin se çfarë kishin ata dhe e dinin se çfarë mund t'i jepshin ata përsëri shkonin dhe kërkonin tek ata që ishin të varfër. Për shembull, kërkonin krip ose diçka, kot sa për t'i bërë dhe ata që të ndiheshin rehat, të vlerësuar, që kontribonin në shoqëri. Pra kjo është e mirë në vetvete, sepse kjo i bën mirë shpirtit tonë, frymës tonë që Perëndia na ka dhënë, sepse kjo është në ata dënën tonë që Perëndia na ka dhënë. Kur neve japim, neve bekojmë në një lloj mënyre, në një lloj forme që nuk u arrin dot ta shpjegojmë. Por ne kuptojmë që kënaqemi, por ne kuptojmë që plotësohemi, ndihemi të kënaqur, ngopur, të arrirë horizont. Por e keni vënë re që kur ti e kënaq veten tënde duke bler diçka, për shembull, ku ta di unë, gjën e fundit,
deri në momentin që ti arrin të kërkon ta marrësh, je në si thua në një ankth, le të themi, por në momentin që ti e merr dhe e shikon, e provon atë lloj kënaqësie, aq ishte edhe ajo në kohë thua. Ndërkohë që kur ti jep, ky lloj bekimi, kjo lloj kënaqësie, kjo lloj plotësie vazhdon. Është si thua si një lloj energjie që ti merr. Nuk e di, po un po mundohem ta shpjegoj në këtë lloj forme, por Jezusi kaq tha. Le të vazhdoj me disa vargje të tjera. Për parimin e dhënies, si parim. Luka 6:38 thot, jepni dhe do t'ju jepet, një masë të mirë të ngjeshur, të tundur e të mbushur plot do t'ju japin me gjirin. Tek e 2 Korintasve, kapitulli 9, vargjet 6 dhe 7, Pali thot, kush mbjell me kursim, do të korr me kursim, dhe kush mbjell me bollak, do të korr me bollak. Perëndia e do dhuruesin e gëzuar. Pra, një dikush që jep me zemër, dikush që nuk e jep me kërkesë për të thyer mbrapa. Nuk i ka heq. Edhe asnjëherë në asnjë moment nuk bëhesh mundësia që t'i kthen. Edhe thash shko. Këto lek. As mos e mendon më fare që t'mi kthesh. Se nuk të hecën bare. Nuk e di si ta shpjegoj ndryshe. Por thash, qetësohu, edhe mos e vendos shpirtin tat në atë lloj ankthi që duhet me patjetër. Unë nuk jam duke vdekur. Kështu që mbaj, unë kur të kem nevojë të ty do të vi se ty të kam vlla. Që në ato moment u qetësu gjendja, edhe që në atë moment neve jemi në këtë lloj marrëdhënie bashkë. Kemi nevojë, kërkojmë njëri tjetrit, por jo me atë, mua personalisht, se varet edhe nga marrëdhënia, ka shumë gjëra tjera që duhet t'i analizoj. Por më mirë është, nëse ke mundësi, ndihmoje në këtë lloj forme, sepse këto vargje hyjnë në fuqi, që sapo lexuam bashkë. Unë nuk di t'i shpjegoj ndryshe këto, kur thot, kush mbjell me kursim, do të korr me kursim, edhe kush mbjell me bollek, do të korr me bollek. Nuk di t'i shpjegoj ndryshe, ndërsa t'i japësh me këtë lloj mendësie, që me miq, me vëllezër. Edhe gjithashtu, neve kur ndihmojmë edhe këta që themi ndihmojmë edhe këta të rrugës, ne nuk i themi na edhe do mi ke borç. Neve japim me iden që themi nuk i dua ma. Pse mos të themi edhe për vëllezërit tanë? Tani kjo ideja këtu është ne po flasim për njerëz normal, për të ndihmuar njëri tjetrin. Jo për të përfituar se ase vllai mua nuk më kërkon mbrapsht dhe duhet të mbush makinën me gaz ose duhet të shkoj deri sa ram për ja jap pushin. Nuk po flasim në këtë lloj forme. Tani nëse ka mundësi edhe të bësh edhe dorë zemrë dhe jep një paketë turistike, është shumë mirë. Por për të ndihmuar njëri tjetrin. Fjalët e urta na thot, një që jep me zemër gjerësi dhe ka gjithnjë më shumë, një tjetër kursen, edhe atë që duhet dhe megjithatë nuk i mjafton. Njeriu bujar do të beko. Unë e kam vënë re në shumë gjëra, ky mësim është dhe për mua dhe sot, jo vetëm për atë lajmërimin që kisha me ju. Dhe sa herë që neve mendojmë që më shumë kursel, përsëri nuk na dalin. Sa më shumë bujar, sa më i kënaqur, më i plotësuar me atë që ke, është edhe shpirti bie qetësi, bie në paqe. Ju kujtohet pleqt, ju që jeni më të mëdhenj, e thon, mëso të kënaqesh me atë që ke. Siç është dhe një shprehje tjetër. Po,
të kjo gjë rrotullohet, të kënaqesh me atë që ke, të jesh i plot me atë që ke. Sepse nëse ti do të jesh me dëshirën për të jesh lakmitar, gjithmonë do të kesh, nuk do të jesh i ngopur. Mos harroni, Hebrejnë na thot, mos harroni bamirësinë dhe ndihmën ndaj të tjerëve, sepse me flijime të tilla Perëndia gëzon. Tek ligji i përdërir, Perëndia i jep këshillën kombit Izraelit dhe thotë, shiko, mos harroni të ndihmoni njerëzit e varfër, sepse asnjëherë sa të ekzistojë toka, sa të ekzistojë njerëzimi, njerëzit e varfër nuk do ndalojnë kurrë së qenë, së jetuar. Sepse ka njerëz me gjëra të ndryshme. Për kujdesin ndaj të dovës. Tek Jakobi kapitulli 1 vargu 27 na thot, feja e pastër dhe e paqortueshme përpara Perëndisë është kjo: të kujdesesh për jetimet dhe vejufshet në vështirësitë e tyre. Po ta vesh re, ky lloj grupimi ka më shumë nevojë se të tjera. Sepse hallet bjen 2 fish, 3 fish, e për mos thënë dhe 4 fish në kurriz atyre që janë gjallë. Pra, feja e vërtet, kjo është. Ne nuk duhet bëhemi fetar, ne duhet bëhemi besimtar që jetojmë jetën si Krishti. Galatasit kapitulli 2 vargu 10 Pali thot, vetëm që të kujtonim të varfrit, gjë që unë gjithnjë isha i gatshëm ta bëja. Të kisha dëshirë. Këshill që Jezus i dha. Mos të harrojmë edhe këtë pjesë. Por e keni dhënë re që ka njerëz të varfër që janë mirënjohës edhe ta dinë për faleminderit edhe kur themin edhe për një grusht krip kur i jep. Ka dhe nga ata që nuk duan ta dinë, madje kur në momentin që ti ndihmon e bën disa herë si mund ose si ndihmes, ata mendojnë që është detyra jote. Ka njerëz të ndryshëm. Por Zoti na udhëzon që të ndihmojmë njerëzit në nevojë. Zoti do të gjykojë si të varfër, si të pasur. Sa më të mëdhaja të jenë bekimet tona, aq më të mëdhaja janë edhe kërkesë llogarit tona. Isaia kapitulli 58 vargu 10 thot, nëse hap shpirtin tënd ndaj të uriturit dhe i ngop të shtypurit, atëherë drita jote do të lindë në errësi. Unë besoj që në radhë parë kjo gjë është shpirtërore, siç po mundohesh atë shpjegoja pak më përpara, ato lloj gjendjen tuaj shpirtërore, ato kënaqësinë, ngopjen shpirtërore, paqen që ti merr në momentin që ti ke dhënë dhe ke ndihmuar dikë që është me të vërtetë në nevojë. Ajo është si të thua si një karikim, si një bateri e karikuar që ti merre, që shpirti yt merr energji. Po ka dhe shpjegimin fizik, sepse në atë grup njerëzish që janë të varfër, janë të shtypur, ti për ta do të bëhesh si një dritë në mes të errësirës, sepse ose në fund të tunelit që nuk ka më, për ata mendohet që nuk ka më shpresë. Mateu kapitulli 25 vargja 35-36 thot, sepse isha i uritur dhe më dhatë për të ngrahur. Këtu po të shkojmë së bashku, dhe ta lexojmë bashkë se është dhe nga mësimet e Jezusit, Mateu 25, vargjet 35 dhe 36, sepse pata uri dhe më dhatë për të ngrënë, pata etje dhe më dhatë për të pirë, isha i huaj dhe më pritët. Isha i zhveshur dhe më veshët, isha i sëmur dhe ju më vizituat, isha në burg dhe erdhët tek unë. Çfarë ka ndihmuar? Ka ndihmuar njerëzit në nevojë, sepse të gjithë janë krijimi i Perëndisë. Të gjithë kanë nevojë për dorën e njëri tjetrit. Edhe ashtu
njerëzit me ndërgjegjje të plot vinë në vete dhe falenderojnë Zotin kur dikush shkon edhe i ndihmon. Pikërisht kjo është dhe çfarë Jezusi na thotë të gjithë do t'japim llogari. Jezusi ose Perëndia na mësojnë që edhe fije e flokut tona janë të numëruar në përpara Perëndisë. Çfarë doni më? Jo ma mënyra e të folurit, veprimet, sjelljet tona, por edhe fija e flokut është tek ne. Nëse neve do të lexonim nga Testamenti i Vjetër, sa po mbarova 5 librat e parë, dhe ajo çfarë më bën përshtypje është që mendojeni pak, kush ka më shumë është më shumë i bekuar, ne apo ata? Perëndia jemi, unë do të thosha që jemi në një kështu, edhe nuk di kujt i jap më shumë të drejtë, domethënë që kush ka më shumë mundësi që të vijë që të dëgjoj fjalën e Zotit. Ne jemi më të privilegjuar, sepse Perëndia i solli nga kombi i Egjiptit, i nxorri jashtë, ata hecën për 40 vjet dhe është shprehimisht tek ligji i përtërirë që hecën për 40 vjet. Sandalet e tyre dhe rrobat e tyre asnjëherë nuk u vjetëruan. Ne e kemi vënë re që nëse neve nuk e përdorim një rrobë, një diçka për një kohë gjatë, ajo fillon edhe grihet vetvetill. E kemi vënë re këtë? E kemi vënë re gjithashtu edhe për atletët ose kputucët ose që i kemi ruajtur, ku do diun nëse kemi harruar. Që ato vetveti u prishin, por imagjino për 40 vjet ata nuk shqetësoheshin se çfarë do vishnin, sepse rrobat e tyre ishin si ajo ditë që dolën nga Egjipt. Nënat për 40 vjet me radhë nuk u shqetësuan çfarë do han për drekë, çfarë do han për mëngjes, çfarë do han për darkë, sepse Zoti për ta siguron. Edhe përsëri ata filluan po ankoheshin. Neve sot Zoti atëherë dikush që shkelte ligjin, urdhërimet e Zotit vdiste. Neve sot Jezusi kemi privilegjin që për shkak të gjakut të Krishtit, nëse neve shkelim ligjin e Perëndisë, neve na kërkohet që të pendohemi, të kërkojmë falje. Por imagjinoni se sa të bekuar neve jemi. Shembulli i Krishtit që e përmbledh, sepse Perëndia e deshi aq shumë botën, sa dha birin e tij të vetëm lindur. Dha gjithçka. Kur neve themi japim, ose më jep. Çfarë do më japësh ti mua? Ndërkohë që Perëndia unë do të jap gjithçka. Edhe dha birin e tij në kryq për mëkatet tona. Neve nuk e di do të arrim do ta kuptojmë plotësisht sakrificën që Perëndia ka për ne. Mund ta dim, mund ta kemi mësuar përmendesh, por ta arrim ta kuptoj. Keni vënë re kur vini në vete ndonjëherë që për ndonjë thanie ose për ndonjë gjë edhe kur keni lexuar. Po pikërisht. Këtë pasa dash me thënë autori, që ti arrin ta kuptosh më me thellësi. Marko 10:45, edhe biri i njeriut nuk erdhi që t'i shërbehet, po të shërbejë dhe të jap jetën e tij si shpërblim për shumëkat. Jezusi erdhi gjatë gjithë kohës së jetës së tij, paktën 3 vjet që ishte në shërbes, që u doli publik, ai shërbeu dhe në asnjë moment nuk pranoi që t'i shërbejnë. Pra shëroi, edukoj, mësoj, korregjoj, edhe tek Gjoni kapitulli i fundit, vargjet e fundit thuhet që Gjoni thotë nëse do të shkruanim të gjithë veprat e Jezusit, nuk do të kishte librari në botë që t'i mbante, gjithë bota do të mbushe me veprat e tij. Por imagjinoni për 3 vjet mësimet që Jezusi bëri.
Dyta Korintësve kapitulli 8 vargu 9, sepse ju e njihni hirin e Zotit ton Jezu Krisht, që për ju u bë i varfër, megjithse ishte i pasur, që ju të bëheni të pasur me anë të varfërisë së tij. Erdhi në fund, erdhi në formë njeriu, dha veten e tij në mënyrë që ne të kuptojmë që Perëndia ka dhënë gjithçka. U limitua tek Filipianët kapitulli 1 në kapitulli 2, vargjet 1 dhe 2 thot ai e uli veten e tij thot. U bë njerëzor, pra hoqi dorë nga gjithë. Imagjinoz një i pasur që ka jetuar në pallate në bollak që i shërbejnë të gjithë, ose ka dhe njerëz dhe këtu që nuk din si meshkuj edhe femra, se s'ka ndonjë gjë të madhe sot, që nuk din as gatuajnë, as të bëjnë asgjë, por janë mësuar gjithmonë që ulen, han, paktën mirë që din të hanë. Gjej rrobat e kurosura e gjitha këto me radhë. Imagjino që të heqi dorë nga këto, se kuptojnë, nuk e kanë ato logjikën ato. Si mund të jetohet në këtë lloj mënyre? Të shkoj në një vend të varfër, në një shtëpi, fëmijët e mi nuk e imagjinojnë dot veten pa telefon. Dhe sa herë unë i heq telefonat ndark, bëhet janë gati ta kafshojnë njëri tjetrin. Ose kur shikin edhe televizorin, aty bëhen keq fare. Pra, të heqësh dorë neve me gjëra fizike, por të heqësh dorë nga fuqitë të mbi natyrshme si Perëndia dhe të japësh veten, ta sakrifikosh veten tënde në kryq. Pikërisht për ne. Nuk e di, a do ta arrijmë, do ta kuptojmë, të jemi mirënjohës Zotit. Efesianëve kapitulli 5 vargu 2 thot Pali, esni në dashuri ashtu si Krishti na deshi dhe dha veten e tij për ne, si flijim dhe ofertë Perëndisë për një erë të këndshme. Kjo është ajo dhënia më e madhe. Tani që ta përmbledhim të gjithë me pak fjalë fare, kur neve ju mund të keni menduar çfarë është më mirë, bëra pyetjen çfarë është më mirë të japësh apo të marrësh, edhe çfarë është më shumë lumturi, edhe mund të mendojë që të japësh do të thotë vetëm anë monetare. Neve e dim shumë mirë që jemi aq zgjuar dhe ta kuptojmë që të japësh nuk do të thotë të japësh vetëm këtë, anën monetare. Por të japësh nga koha jote, të japësh nga prezenca jote, të japësh duke ndihmuar diçka, me diçka njerëzit, njëri tjetrin. Ndonjëherë neve e dim shumë mirë në momente hidhërimi, prezenca jon është të japësh diçka, një lloj ngushëllimi që është përtej fjalëve, është përtej anës monetare. Pra, ka më shumë vlerë kjo pjesë. Më kuptoni, kur neve flasim të japim, ka një shpjegim akoma më të gjerë se sa para. Sepse sado që të japim neve para, përsëri do të vinë të kërkojnë dhe asnjëherë nuk do jenë. Por neve duhet mësojmë njëri tjetrin që të ngopemi dhe të kënaqemi nga ana shpirtërore, me prezencën dhe mendimin njëri tjetrit, me fjalën me njëri tjetrit, me ngushëllimet me njëri tjetrin. Këto janë më shumë e vlerë që nuk kanë të paguar. Prandaj dhe Pali, edhe neve mbyllim pikërisht me këtë, atje si këshill, ecni në dashuri ashtu si Krishti na deshi dhe dha vetë, duke filluar me veten tonë, duke filluar me familjen tonë, duke filluar me miqësinë tonë, me shoqërinë tonë, me sferën tonë të influencës. Pra, aty ku neve njihemi dhe dëgjohemi, të kemi një influencë pozitive për njëri tjetër. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë mbi gjithë secilin për ne, se Zoti na bekoft.